Ministria e Bujqësisë ka bërë gati draftin për sigurinë e miellit. Duke deklaruar se pritet konsultimi me grupet e interesit, Ministri Edmond Panariti ja ka dorëzuar projekt ligjin ambasadorit të Kosovës, vend nga i cili importojmë një pjesë të konsiderueshme të miellit që furnizon tregun vendas dhe që kundërshtoi vendimin e pak kohëve më parë për rritjen e nivelit të proteinës së këtij produkti. Për herë të parë, Ministria prezanton përpara autoriteteve përkatëse, përpara prodhuesve, përpunuesve dhe shpërndarësve të glurit, të brumrave dhe prodhuesve të bukës, një paketë të plotë të standardeve të cilësisë dhe sigurisë për glurin, për mielin dhe për kategorinë e brumrave në raport me prodhimet specifike që derivojnë nga këto. Përcaktohen qartë standardet e cilësisë, sigurisë dhe natyrisht edhe praktikat e lëvizjes mielrave dhe brumrave dhe produkteve që derivojnë nga to në Republikën e Shqipërisë. Ministri Panariti deklaroi se deri më tani ka pasur zbrazëti absolute të drafteve normative që rregullonin cilësinë e miellit dhe se ligji i ri do t'u jap fund abuzimeve, duke rritur sigurinë dhe cilësinë e miellit në tregun shqiptar.